një proces informimi, do t'i çojmë të gjitha ndryshimet në një paket informimi për të gjithë autoritetet dhe për të gjithë punojësit që lidhen me këtë problematik, do t'ja u çojmë të gjithëve me emër dhe me mbiemër në zarf dhe japim dorë, që mos thonë nesër nuk e kisha lexuar, nuk e dija etj. Të gjithë. Do t'ja çojmë të gjithë gjykatësve të gjykatës administrative. Se dhe ata janë shumë të zënë, edhe kanë shumë ngarkesë, edhe nuk kanë kohë mbase që t'i lexojnë. Madje atyre do t'ja u bëjmë dhe me shpjegime, sepse është një fushë specifike që shpeshherë edhe nuk e kuptojnë dhe nuk kanë faj. Dhe i mirë kuptojmë në mos kuptimin e tyre, dhe t'ja u çojmë emër mbi emër çdo gjykatësi të gjykatës administrative, të gjitha ndryshimet me të gjitha shpjegimet teknike dhe do t'i vëmë dispozicion edhe ekspert në rast se ka nevojë për sqarimet më teshme. Dhe uroj shumë që marrjet e masave të sigurisë në dhoma të ashtu quajtur këshillimi, ku nuk lajmërohet asnjëri dhe ku nuk kanë iden fare se çfarë mase po marrin, se vjen një ankesë me letër dhe nuk e shohin fare se për çfarë bëhet fjalë. Dhe marrin masa sigurimi që i bie ndesh një komuniteti të tërë atje. Dhe komuniteti atje me drejt thot, ja e shef, korrupsion. Vetëm se ja vë gishtin e korrupsionit institucioneve që duhet ta heqin atë që ban aty, ndërkohë që korrupsionin e bën dikush tjetër. Të marrin fund. Dhe patjetër që do t'i publikojmë të gjitha këto edhe për dijeninë e publikut.